Në kohë lufte, zërat që kërkojnë paqe shpesh tentojnë të mbyten nga zhurma e armëve, nga propaganda shtetërore dhe nga logjika brutale e forcës, por ka momente kur një deklaratë morale arrin të deportojë më thellë se një ofensivë ushtarake, pikërisht sepse nuk flet me gjuhën e frikës, por me gjuhën e ndërgjegjes. Pikërisht në këtë nivel duhet lexuar qëndrimi i fortë i kreut të Kishës Katolike përballë përshkallëzimit të konfliktit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Mesazhi i Vatikanit nuk është një reagim rutin diplomatik, as një formulë neutrale për konsum ndërkombëtar. Ai është një ndërhyrje drejt për drejt morale në një nga krizat më të rrezikshme të momentit dhe në thelb refuzimi i hapur i idesë se lufta mund të paraqitet si instrument legjitim i rendit. Forca e këtij pozicioni qëndron tek fakti se Vatikani nuk po flet thjesht kundër dhunës në kuptimin abstrakt, ai po sfidon vetë mënyrën se si fuqitë e mëdha po ndërtojnë sot politikën ndërkombëtare, si një sistem ku autoriteti demonstrohet me goditje parandaluese, ku siguria kërkohet përmes përshkallëzimit dhe ku rendi pretendohet të ruhet përmes kërcënimit permanent. Pikërisht këtu qëndrimi i Papës merr peshë të veçantë. Ai heq konfliktit çdo lloj aureole morale dhe zhvesh nga justifikimet që zakonisht përdoren për të veshur luftën me gjuhë të bukur, stabilitet, siguri, përgjegjësi, mbrojtje e vlerave. Në thelb mesazhi që vjen nga Selia e Shenjtë është i qartë, nuk mund të ketë legjitimitet etik aty ku prodhohet shkatërrim i qëllimshëm, destabilizim rajonal dhe frikë globale. Kjo e bën pozicionin e kreut të Kishës Katolike shumë më tepër se sa një apel fetar. Është një akt kritik ndaj rendit aktual ndërkombëtar, një rend që po tregon çdo ditë më shumë se mbështetet jo tek parimet, por tek raporti i forcës. Dhe kur një autoritet moral me peshë globale artikulon këtë kritik në një moment kaq të ndezur, ndikimi nuk kufizohet vetëm tek besimtarët, ai depërton në vetë debatin politik, diplomatik dhe strategjik. Për herë të parë pas shumë kohësh, çështja nuk shtrohet vetëm nëse një superfuqi ka kapacitetin për të goditur, por nëse ajo mund ta mbrojë moralisht këtë zgjedhje përpara botës. Ka një element edhe më delikat që e bën këtë zhvillim politikisht të ndjeshëm, fakti që Papa Leo i 14 vjen nga vetë Shtetet e Bashkuara. Kjo rrethana ngarkon qëndrimin e tij me simbolik shtesë. Ai nuk mund të lexohet lehtësisht si një figurë e largët që kritikon Amerikën nga jashtë, as si një zë i zakonshëm anti-amerikan. Kundrazi, pesha e deklarimeve të tij rritet pikërisht sepse vijnë nga një figurë që në planin kulturor dhe historik lidhet me të njëjtën hapësirë nga e cila vjen edhe pushteti që ai po sfidon moralisht. Në këtë kuptim, mesazhi i tij është më i vështirë për të shpërfillur. Ai nuk tingëllon si sulm ideologjik, por si një qortim etik që vjen nga brenda vetë botës perëndimore. Në një klim globale ku pothuajse çdo deklaratë lexohet sipas interesit gjeopolitik, zëri i Vatikanit përpiqet të rikthejë në qendër një pyetje që diplomacia moderne e shmang me kujdes: a ka kufi moral pushteti? Kjo pyetje është shqetësuese për çdo fuqi të madhe, sepse e detyron të jap llogari jo vetëm për objektivat e saj, por edhe për mjetet që përdor. Në rastin e përplasjes SBA-Iran, kjo bëhet edhe më e rëndë sepse rajoni mbar tashmë trauma të shumta, ekuilibre të brish dhe një histori të gjatë ndërhyrjesh që kanë prodhuar më shumë paqëndrueshmëri se sa rend. Çdo përshkallëzim i ri nuk është më thjesht operacion ushtarak, është rikthimi i pasigurisë në një hapësirë që ka paguar mjaftueshëm koston e politikave të forcës. Në këtë kuadër, qëndrimi i fortë i kreut të Kishës Katolike nuk duhet parë si naivitet pacifist. Nuk kemi të bëjmë me një mohim të realitetit të ashpër ndërkombëtar, por me një përpjekje për t'i vendosur atij një kufi. Pikërisht sepse bota po bëhet më cinike, ky lloj pozicioni bëhet më i rëndësishëm. Vatikani nuk ka flotë ushtarake, nuk vendos embargo dhe nuk dikton koalicione, por ai ka diçka që shumë aktorë shtetëror e kanë humbur ose e përdorin gjithnjë e më pak: autoritetin për të thënë se jo çdo gjë që është e mundur është edhe e pranueshme. Në një epokë ku legaliteti shpesh trembërohet nga interesi dhe ku morali relativizohet nga strategjia, kjo lloj ndërhyrjeje ka peshë të veçantë. Është pikërisht kjo që e shqetëson edhe më shumë politikën e forcës, sepse një ofensivë ushtarake mund të menaxhojë terrene, objektiva apo infrastrukturë, por e ka shumë më të vështirë të menaxhojë perceptimin moral global. Kur Vatikani ngres zërin, lufta del nga korniza e justifikimeve teknike dhe hyn në fushën e gjykimit etik. Aty nuk mjaftojnë me argumentet për siguri kombëtare, për frenim apo për interes strategjik. Aty pyetja bëhet më e thjeshtë dhe më e rrezikshme: kush e mban përgjegjësinë për pasojat njerëzore, për destabilizimin e rajonit dhe për precedentët që krijohen? Në fund, fuqia e mesazhit të Papës nuk qëndron tek aftësia për të ndalur menjëherë luftën, ajo qëndron tek fakti se ai po sfidon normalizimin e saj. Në një kohë kur shumë qendra pushteti përpiqen të paraqesin përshkallëzimin si një rrjedhojë të pashmangshme të real politikës, Vatikani po kujton se asgjë nuk është e pashmangshme kur ekziston zgjedhja politike për të mos rrëshqitur drejt katastrofës. Ky është edhe thelbi i qëndrimit të fortë të kreut të Kishës Katolike, jo thjesht kundërshtimi një lufte të caktuar, por refuzimi një bote ku forca kërkon të zëvendësojë ndërgjegjen.